Aerodromi turistiko-sportiv i Gjirokastrës po kthehet gjithnjë më shumë në destinacion të preferuar për turistët që udhëtojnë me avion të vegjël për të vizituar Shqipërinë. Gjatë këtij viti, dhjetërat apasionuar pas fluturimeve ajrore kanë bëritur nga vende si Italia dhe Greqia për të eksploruar zonën jugore të vendit. Ky aerodrom që dikur përdorej për qëllime ushtarake, sot është shndruar në një hapësirë të hapur për sportet e ajrit, si dhe fluturimet e lira apo parashutizmi, duke i dhënë një dimension të ri ofertës turistike të qytetit të Gurt. Vi nga Greqia, është hera ime e parë që fluturoj me avion në drejtim të Gjirokastrës. Mendoj se është diçka shumë e bukur. Ky aerodrom fushor është në një pozicion gjeografik mjaft të mirë dhe i përshtatshëm për avionat të vegjël. Me sa jam informuar, edhe qyteti është tërheqës. Uroj të jetë një vizitë e këndshme. Më pëlqen turizmi i ajrit dhe kam vizituar shumë vende. Është diçka e bukur të vizitosh me avion Gjirokastrën. Shpresoj që të keni më shumë aerodrome të tilla, duke ju dhënë mundësi sa më shumë turistëve të vizitojnë Shqipërinë. Zhvillimi i avioturizmit shihet si një mundësi reale për të promovuar Gjirokastrën dhe për të tërhequr vizitorë të huaj gjatë gjithë vitit. Me një histori mbi një shekull, aerodromi i Gjirokastrës po rifiton rëndësinë e dikurshme, duke u bërë një tjetër simbol i lidhjes mes traditës dhe zhvillimit modern të turizmit në jug të vendit.